Sokol Sadushi ka mbajtur një fjalim të gjatë me shablonet, teza leksionesh, ndonjë term latinisht, kështu bëjnë të gjithë mëdhenjt në një takim ku diskutohet drafti i ri i kodit penal. Ky Sadushi është i njëjti që hartoi reformën në drejtësi për veten e vet, që t'i siguronte atij kërcimin si kryetar i gjykatës së lartë dhe më pas kapërcimin si kryetar i gjykatës kushtetuese. Mes qindra fjalive të stërthëna e kush e ka lënë gjë që ta zbuloi Sadushi. Në fund nuk tha asgjë konkrete për draftin e ri të kodit penal, sepse Sadushi nuk di të jap sugjerime se si të përmirësohet një draft. Sadushi nuk ka gjë me draftin, me 74% siguri, as se ka lexuar fare. Sadushi do pushtetin mbi draftimin, sepse pasi bëri përshesh sistemin me paketën e reformës për karriken e vet, tani është i bindur që është edhe i vetmi që kupton mbi çdo gjë. Mos u habisni se si sot pasdite do të lëshoj një tuf avokatësh në studio për të mbrojtur talentin e Sadushit dhe për të sulmuar draftin e kodit penal. Një draft është thjesht një material fillestar pune, as sulmon e as mbron njeri. Ndaj i thon draft, projekt në shqip, ide fillestare, tekst i pamiratuar. Por Sadushin e pas kanë nxjerrë shumë ama nuk i duron këto draftet Sadushi. Sipas Sadushit, as Rakipi profesor, as Kaçupi profesor nuk din. Vetëm Sadushi, profesori administrative se di. Di gjithçka Sadushi, administrative, penale, civile, kushtetuese, ndërkombëtare e përtej. Por Sadushi është edhe fodull zemërgjer. Rakipi dhe Kaçupi mund edhe të fillojnë të bëhen të dijshëm dhe ta meritojnë vlerësimin e Sadushit, por vetëm nëse Sadushi siguron pushtetin mbi draftimin. Vetëm nëse i binden Sadushit, e sidomos vetëm nëse ka ndonjë hall për të zgjidhur në tavolinën e Sadushit, atëherë bëhen të dijshëm. Do argumente kjo punë. Te tavolina e Sadushit ndahen kriteret për profesionalizmin, sa keq që ka edhe disa gjëra që dihen. Sokol Sadushi është kapur në flagrancë si falsifikator, të paktën në rastin e falsifikimit të proces verbalit të vlerësimit të Naureda Llagamit, por sqarimet nuk del t'i jap si Sadush. Jo, Sadushi është institucion. Pa të, s'ka gjykatë të lartë. Pa Sadushin s'mund të ketë gjykatë kushtetuese. Pa Sadushin nuk ka karrierë në sistem. Kjo është reforma në drejtësi, për të cilën Rama u çan dorrasat shqiptarëve prej 10 vitesh, derisa kapi pas qafe vet kopaqen e pazarxhiut Sadushi. Fodulli Sokol Sadushi foli gjatë si padrino i sistemit, por nuk sqaroi sepse ai vet është gati edhe të falsifikojë për t'ia dalë veta, o me Sadushin ose kundra tij. Shqyr, kësaj here nuk ishte hallin se po i përçante njëri stallën e magjistratëve që kanë varur fatin në dorën e Sadushit. Kësaj here nuk ishte nevojë të përsëriste thirrjen, shok po na përçan i ligu. Fodulli Sadushi foli gjatë, shumë i merakosur për sigurinë juridike, por provojeni ta vini në debat profesional, qoftë dhe me më të fundit jurist, që nuk ja ka nevojën dhe do shihni si Sadushi do squllet. Por me që foli për kodin, sikur i dhem shpirti për shqiptarët, duhet ta nis duke shpjeguar se cili është kriteri që përdor Sadushi kur hedh në kosh hallet e shqiptarëve. Shifra e skualifikimit me kriteret Sadushi në çështjet administrative prek 74% të dosjeve, të paktën në 3 vitet e fundit. Kjo shifër kërkon shpjegime. Kjo tregon se në kolegjin administrativ të gjykatës së lartë, Sadushi fut përshyrtim vetëm 26% të ankimimeve. Vetëm 26% të ankimimeve meritojnë vëmendjen e Sadushit, nëse filtri nuk është korruptiv. Çfarë është atëherë? Filtri bëhet në funksion të krijimit të një grupi avokatësh të oborrit të Sadushit, apo ky filtr shërben që Sadushi mos hallakatet me shumë avokat? E keni vënë re se si ka disa avokatë që e nisin karrierën duke dalë të japin mend në studio televizive dhe janë pastaj të njëjtët që kur është nevoja sulmojnë si të pavarur njerëz dhe zyrtar. Qëllon shpesh që sulmet edhe të dallohen që bëhen për llogari të pushtetit të Sadushit në sistem. Rasti më klasik është ai i Jordan Dacit, i cili pasi u shfaq për muaj në mbrojtje të Veliajt si i pavarur e si profesionist që nuk kishte interesa me çështjen, papritur u urdhërua nga Sadushi që ta përfaqësonte Veliajn në gjykatën kushtetuese. Apo të tjerë që të pashkëputur ende nga gjuha e provincës, sapo zbresin në qytet, pushtojnë televizionet kombëtare duke sulmuar me urdhër të Sadushit ata që ju zgjedh Sadushi si detyrë. Sa kohë që Sokol Sadushi nuk shpjegon kriteret që ai ka për të hedhur në kosh 74% të shqiptarëve që i drejtohen për ndihmë gjykatës së lartë, mbetet ai kriteri më klasik që shpjegon fodullokun e Sadushit, që quhet korrupsion dhe trafik ndikimi.